në kaq vite jetë sa ke ti, kush ka qenë periudha më e mirë e fshatit tënd këtu? Ti këtu ke lindur dhe këtu do vdes, tua nuk lëviz nga këtu, e ke ndarë mendjen. Edhe ndam që në fillim këtë, në qytet e Çesme Tarikos. Më mirë ka qenë në kohën e komunizmit, në demokraci, apo tani që do fitoj mandatin e 27 Rama? Dim nëse kur do fitoj nesër, ka ndomon. Jo, po flasim si periudha kohë, ka një lloj lulëzimi. Kooperativa më mirë që u prish. Kooperativa. Se u roptuam populli. Ishte çdo gjë me krah pune. Me krah pune, kështu s'kishte të mbyllje tokën, kishin kallimitri. A punonit atëherë? Po punonin, po kishte kooperativa, punonin në kooperativën ti. Punoje që e merrin kofera atje lart, e pite tjetri, bukën. Sa prodhim bënte fshati këtu në atë kohë? Pa bërë kooperative. Në kooperativ plasë, paka shumë mësotërisht. Në kooperativ, se ti? Kooperativ. Bëndere, kooperativa bënde, prodhim bënde. Po fshati s'kishte. Se s'kishte tokë, se ja muar tokën ato. Ju punonit tokën tuaj për hesap shtetit. Shtetin për kooperativën. Po pasaj fitove tokë, pasi u mbyll mbara kooperativën. Po fitove, më kemi tokën tonë në tërnë. Mua më ka vranë tokën time, dhe. Si? Tokën time që kishin plejt. Tokën që kishe para se të bëjë kooperativa? Po. E more prap atë tokë? Ma vanë prap. Atë tokë ma vanë. Ka pasu grisë lartë e poshtë që duan të marrin, se këtu në Shqipëri qasë ndodhë? Tani tokën time. Shqiptarin. Ka ndërmend që të bëhet kjo rruga? Me sa ke dëgjuar ti? Shpresa ti kemi që të bëhet në vazhdim është. Në vazhdim, po, e pa që kishin arë ca fadrona, qa po bënin ca zhavor, po mendova më së shu asfalt elektoral, i themin, ose qakull elektoral. Mati kishin kryer dhe malin atë e lartë, e kishin bërë. Shpresa ti kemi, po se qa të bëhet. Shumë nesër pas zgjedhjeve. Qa do bëhet? Cilës nga 6 gocat e ke vënë syrin? Qysh të bëhet? Cilës nga 6 gocat e tua ja ke vënë syrin, kur ti mos kesh mundësi më që të bësh më? Asin syrë s'ka vënë. Qysh të bësh me short? Kusht mundet? Jo, më them vëri syrin njërës të tit. Hajde. Po i qëjt. Pse se mendojnë që të lëviz nga fshati? Më rrjet. Ande nga vetë. Nuk të rrjet, nuk më rrjet, nuk e shtojnë dot. Se shtojnë dot. Tu ja. Jam se mur bje poshtë. Ngrijem i mërdalën për sheshtë. Ati që do bëjnë do vetë? Rrit top ati, të rritë në divant. Që do bëjnë? Ata ca janë këshu, edhe rritë top ati edhe. Ke probleme me gjujë? Unë kam shumë probleme në gjujë. Se në dojë pilafi. Shkëputemi e pasere se kemi pilafin ande nga Petrogazi dhe kemi edhe si nga digjet. Se si një kuzhinjere vërtet që është nëna Resmia. Duke që se e thamë që fshati ishte rrës malit të Tomorrit. Për qa e shfrytëzonit, ose për qa keni shfrytëzuar zakonisht malit të Tomorrit? Pra, përveç se ju çonit baktit, kullostin, ande ushqeshin e tjerë. Ka këshu... Banim dru. Dru? Për djegur. Po për djegur, për qereste, shtëpije. Pra, gjitha këto qatit e shtëpijave janë bërë me prodhimet malit. Me prodhimin e malit. Që nga drasa, druri... Drasa jonë mal, drasa ishin këtej, në më dhe mesme. Ati ku gjenë? Qa kishtë? Ishte shkem për këshu. Drasat ato? Drasat e gurit. E gurit. Ndërsa qeresteja tjetër në malë, të është malë lartë, pish. Qa do me thënë qeriste? Qerestej, themi në verë. Druve, trarve, qeprave. Se kësha të gjonë një fjallën qeriste. Qerestej, thonë. I thonë atyre gjitha druve që mbullohet qatije. Qati ishtë pisë. Se kësha të gjonë një realisht. Si ishte qereste? Qereste. Trar, qepra. 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 Në bitavanin, ato drut që vije, pasaj bëhet pjesa e mbulimit me rasa. Kishtë ustallar të zonës? Jo, ishin të kooperativës atërë. I kemi bërë në kooperativë në më. Në kohën e kooperativës? Po.
Punuam një vit. Neve që ishim dy familje, të dy vëllezër. Punuam një vit në kooperativë. Duallëm mangët. Duallëm sificit, që shi thonë. Po, Jo deficit, sificit. po. Dham lek tutje, se nuk e plotëson me ditë pune. Ka puna punë. Edhe? Dham lek tutje sa, pako gjiko. Undam, bëse. Undam. I dhat lek kooperativës. Po, undam lek kooperativës. Pastaj u ndat si vëllezër. Fillimisht ndashte prodhimi, ndashte mistri, këto gjërat, i menim të qëqu. Si plotësom me të ardhurat, Edhe u ndat. ndam vitin tjetër në pasaj. S'punon, do të shtyrse, po s'punove. Pra, bashkëshorti juaj bashkë me një vllajën e vet u ndan. Ndam. Dhe arsyeja ishte që nuk plotësonin dot të ardhurat familjare. Se plotësonin do të ardhurat familjare, ndam. Ecëm pasaj. Pastaj ishte më mirë. Unë ecëm. Ecëm, që kur undava, undam, këtë vitit bëm shtëpit, ato ndaj. Sa lek shkonte me kohën një shpik? Kere ishte, ishin në stallar të kooperativës. Pa lek. A i mirë të ditë e punës, Sa ishte i ditë? u staj. Unë pagova, si që ngritën shtëpit, 120.000 lekë në këtë. Që 1.200.000 lek me sot. Edhe qa shpije. Edhe që shtëpje pa vendim dham dhe vetë neve, se baltën e bënd të zelikua. Shemë Me zelikua qa ime. për këto? Për bërja e murit? Vetëm gur njëri mbi tjetrin? Gur edhe baltë, edhe Balta baltë. si krijoi? E mbalnin baltën që andej, se s'vend të dheri zi. Ati ku ishte baltë kuqe. Pra, diku në zonën e malit, Janë dhe në malit, ajo lagjet aty mi të janë me si të menim ne. ishte një vend i caktuar që ishte balta e tillë që përdorej për këto. Edhe ngrinte si beton. Ngrinte si beton. Pra këto shtëpit janë me atë lloj balte. Me atë lloj balte. Bëhet fjalë për shtresat e murit. Po. Nuk ka beton, llaç, Jo, s'kan llaç ato. Me dheja, me balë. edhe nuk lëviz. Ja, e kanë lëvizur. Pra gati 50 vjet që janë ndërtuar me atë baltë, e cila këtu krijoi guri, këtu krijoi balta, këtu druri, këtu çatia, të gjitha. Thonë që në mal të malit ka një vend që është një kështu shpellë. Shpella e Sterrës, Stera është këtu poshtë. ku është? Se është maj malit, se. Qa është kjo Sterra? Ke qenë ndonjëherë? Kam qenë, por shumë shpejt. Stera, Është është rreth kështu edhe ishte ti pusi poshtë. pus, si pus. Ka hyrë ndonjëherë në një atë ishte në një këto? Jo. S'ka mërë aki. Jo thjesht që ta shohin domethënë qa është Jo. në këto të shtetit për Të shtetit ime nuk e dim nëse qa bet me njerëzit. flasim me ajsa dim. Ajo është këtu, është poshtë. Na ishtet këtu lartë. Në këtë shkëmbin të vogla poshtë. Nuk është në maj malit ta. Sterët dines, si thoshin. E Dines? E sterët dines, a kjo janë emri. Po pse Dines qa ishe këtë dinje? Peti une. E thojgjën pilavin. Edhe mishin e dogjën e sot, edhe pilafin e dogjën. E pilavin e thojgjën. Të janë të djegur ato. Për në rinia, Porijem. Porijem unë i vafri, porijem. Mirë, ne dhe. Po vjen eraj. Do, ka zane. Po. Zori. Po ashtu qa po i bën tani? Ja, këtu do vetë në drejën, ja. Marifete. Tani nga pilafin zjarë bërë pilafin zgarë. Ja. Pilaf zgarë. A ka çaj mali këtu? Ka. Çaj bie mali. Ka plota. Plot. Ai që vetëm mbledh, pak shiti lëvdosh i vjeta. Fshatarët zonës tu shkojnë dhe mbledhin çaj. Po të vend të tërë, jo. Disa Ta doshi vetëm me çunat. Po të tjerë vinë kështu E. që shkojnë. Ha? Vinë të tjerë nga zona që shkojnë edhe i mbledhin çaj. Nuk e di ata. Ne një dy në malë shkemit. Aha.
Dimri të rënë gremë që daharit vinë, nuk e dia vjen për çaj ajo. Ndërsa për lule vjen. Ka dhe lule. Ja lule me të lavdo që jaguriqe. Po ka shtegra, ka? Ka. Ka Ja, dhi. ja Ka dhi. ku rrezik për fshatin. Ja. Dhia jo dhe jegë. Ka dhe tegra. Ka. Dhe tegra ka, na një ujk ka, na një derë ka, na njari ka. Ka. Dhe pra ka. Dhe elva ta pullet. Ma ka me edhe. Mi që ishim me zonjën Resmije, një Zonje lartë. zonjë e lartë pra që kosa jeton në një vend kaq të pastër, E vetë muar, dhe. e vetmuar, le të themi, po aq një prembesa sa ka Resmi. Njerë në vit vi. Shifemi puntata të tjera me tema po kaq të mira, me historitë veçanta, si historia e zonjës Resmia, e cila këtu ka lindur, këtu të vdes tot dhe nuk shkoj te as një vend përveç se shtëpisë time, këtij o gjakut. Edhe dhe pse jo, në këtë ajër të pastër këtu, rrëz malit të morit, ku ka më mirë. Kush do që vjen ashtu thot? Si thot? Edhe Sana Tirana. Nuk e di se kojtë, nuk lo bëj shumë. Si që punonin atje të grupuar, edhe ishin 22 vjet are, të punës. Edhe më të shlit aty, tutje në shtëpitavëni do ne kështu. Unë qëllova, që shjaja mirë që në ta, thashën qa jeni turista, jeni shqiptari, jeni una. Jo, jemi shqiptar, kështë edhe të më shuara. Ne, tha njëra më shuari, për këta ajër të pastër këtu, më tha mua. Me edhe ti me, po, që të bëjmë ne fshat, neve jemi në kompani, tha, jo, punohëm në Tiranë, ma, keqim pushim edhe herë. Kështu që shifemi puntatat të tjera dhe mirupafshim, s'na ngele gjithë të temi. Fasulet i bëm, si do që tjetë në fasulet i bëm, do t'i shijojmë tani, kështu që ti thua që ajo gjella ti tek ajo tenxhere me presion nuk bën. Se di, unë se kam provo, unë nuk kam. Ti beson vetëm kësaj. Unë nuk kam për vete dhe nuk e përdor dot, dhe të kem. Të nxerë me presion, nuk e përdor dot. Ka ndajtë këto të reja. Sa ma bëjmë bum mua të ajo. Më mirë me këtë tenxhere me presion këtu, dhoja ka marrë dorë prej kosh, edhe si do që tjetë si kjo nuk i nxjerr fasulet kurrë ajo.